E nderuar nën kryetare, por nuk e them dot. Nuk e them dot sepse unë nuk kam parë ndonjëherë në një sjellje kaq skandaloze dhe këtu sjellje skandaloze ka patur pafund. Por nuk e kuptoj, zonja nën kryetare, e drejta replikës për deputetët e Partisë Mundësia nuk ekziston? Nuk ekziston. Ju nuk e dëgjuat që u përmend emrin disa herë nga deputetët? Çfarë bëni kështu? Si ka ta ndisni veten në këtë farë mënyre një? Se ne gjykojmë nga çfarë bëjmë. Kemi një sedër. Ky është Parlamenti i Shqipërisë. Ne kemi marrë me 10 mijëra vota për të qenë këtu. Nuk na ka futur njerëzit si të kanë futur ty. Ne jemi zgjedhur, përfaqësojmë njerëz që na kanë votuar. Po çfarë të flasësh murit praktikisht. E di që ty në këtë del nga ana tjetër. Kjo s'është gjë fare në fakt. Tani kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin dhe me ministrin. Ku është kryeministri? Ministri, me gjithë respekti që mund të kem, ku e di ai se si vjedh pronat Edi Rama? Ai maksimumi japi ndonjë porosi. E merr hartën Edi Rama, harta e madhe aty, vë gishtin e thot këtë do t'i japi këtij, këtë tjetrën këtij tjetrit, këtë tjetrën mikut, oligarkut, shokut. Ai zbaton. Ai nuk mund t'japi llogari për grabitin e pronave në Shqipëri. Ju nuk e kuptoni dhe nuk doni ta shikoni, po ka një ndryshim të madh në Shqipëri. Po fryn një erë e re. Është kundër jush, kundër vjedhjeve tuaja. Ju bëni sikur s'ka ndodhur asgjë. Ju bëni sikur nuk ka aty me mira, qytetarë shqiptarë të rinj dhe të reja, që kanë dalë në shesh, kanë dalë në bulevard, kanë dalë kundër jush, kundër vjedhjeve, kundër mashtrimit, kundër dhunës, kanë dalë kundër jush, ju injoroni. 3 orë ky parlament, 3 orë, diskutime boshe. Qa kishte urgjente kjo interpelanca e mëparshme? Ku ishte urgjenca aty që duhet ta bënit urgjente? Nuk ju duket urgjente të flisni për protestën? Për dhunën në protest? Kjo ishte urgjenca? Për sa kohë nuk do t'i shikoni? Se e kuptoj kur ishin pak atje në rjoll, i dhunuat, i përbuzët, i dërguat policin private, policia e shtetit ishte aty bënte seir, me shkopa gome, dhe ju injoruat. Po për sa kohë do injoroni këta? Qa duhet të bëjnë? Qfar duhet të bëjnë? Të vinë të pushtojnë këtë parlament? Që ju përdorni për t'i vjedhur? Këtë duhet të bëjnë? Duhet të vinë të futen këtu me dhunë? Ndryshe nuk i dëgjoni, nuk i shikoni. Sa do të vazhdoni t'i vidhni? Po ka dalë situata nga dora, kuptohet. Nuk po kuptoni më se çfarë po ndodh. Si është e mundur. Nuk e kishit parashikuar se ju në këto 35 vjet e keni mbyllur me njëri tjetrin. Nuk e prisnit, kush janë këta që kanë dalë? Kush i ka futur këta? S'ka mundësi. Nuk kanë mundësi. Nuk ka mundësi, nuk e kishit parashikuar. Si t'ja bëjmë? Jeni të çoroditur tani. S'dini nga t'ja mbani. Si është e mundur? I keni gënjur për 35 vjet. I keni bërë për budallenj. Janë fëmijët e atyre që keni gënjur. Janë të rinj dhe të reja. Nuk i blini dot, nuk i gënjeni dot. Ju ka ardhur në maj të undës. Ju ka ardhur në maj të undës. Dhe nuk i mashtroni dot. Sot janë me mira, po nesër do jenë akoma më shumë. Pavarësisht se sa mundojni ju. Na del tani, na dalin deputetët e rinj. Sepse e kuptuat. U munduat në çdo mënyrë për rjollin, censur totale, absolute. Pastaj ndodhi Zvërneci. Në Zvërnec, aty u habitët. Po kjo qa është? U munduat. I futët të gjithë në punë. Të censuronit gjithë shka. Po ishte nuk e mbani dot. Nuk ishi qa të bënin. Dhe nga zjeni del Bido aty. Ish drejtori. Pa pikturpit vjen këtu dhe thotë, po t'ja gronë, thot, ku ishe. Po Bido nuk e di,
Nuk e di shkreti. Nuk e di, ai gënje në fakt. Nuk e di që ne ishim në Rjoll, isha unë, ishte Eraldi, ndërkohë që i rinin me Shkopa Gome. Në Zvërnec, Bido, nuk e di që ishte forumi Partisë Mundësia. Jo ju. Ju ishin nga ana tjetër e gardhit. Ishte forumi rinori Partisë Mundësia. Bido nuk e di. Bido nuk e di. Ose e di po gënjen. Që ne kemi mbajtur qëndrime që ditën e parë. Këtu, duke kërkuar llogari mi çfarë po ndodh. Mi mungesën e transparencës. Po, ta drejtorat e rinj, në fakt, ja kanë kaluar atyre të vjetërve. Ja kanë kaluar sepse ata të vjetrit, ndryshe nga Bido, para se të humbisnin respektin për veten e tyre dhe dinjitetin, ju desh pa kohë. Nuk e humbën që ditën e parë. Kurse Bido dhe Bidot po tregojnë një zell dhe një aftësi për të shërbyer të korruptuarit të paparë ndonjëherë. E humbi dinjitetin me njerë. Nuk do t'ja di, të paktën të priste. Të priste, se dhe Taulanti, dhe shokët e Taulantit, edhe të gjithë ta këtu, e kanë humbur gradualisht. Kanë bërë para njerë, kanë bërë shumë para, pastaj e kanë humbur fytyrën. Bido humbi me njerë fytyrën. Mori flamurin në mbrojtje të korrupsionit. Doli që ditën e parë tha, policia private, janë këta të këshint, policia private, ja e gjetën fajtorin. Pastaj pa pikturpi, del ekran me ekran, e thot janë grek, janë serb, jo po ato buza. Shtatë minuta, asnjë fjalë nga objekti, megjithatë në mbështetjet nenit 96.5 rregullores, zoti Demo keni fjalën, të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilën është kërkuar interpelanca, por asnjë fjalë nuk patëm rreth objektit të kërkuar nga interpelanca. Zoti Bido keni fjalën. Zoti Demo, më fal. Nuk kam nevojë të më korrigjor, zoti Shehaj, lutem. Ju vetëm një sugjerim. Vetëm një sugjerim. Respektoni kolegët, nuk keni minimumin e minimumit të etikës për këtë pozicion. Zoti Demo, ju lutem. E nderuar drejtuese seancës, i nderuar zoti Shehaj, kolegu Shehaj. Në fakt, pakete maleve është një ndër ato nisma të cilat tashmë është duke u formsuar në nivel vendor për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal. Dhe kjo duke u bazuar mbi ligjin i cili është miratuar në fakt në parlament në 2025 dhe që në fakt po merr jetë sot që flasim. Kuptohet që vetë ligji është lehtësisht ezaurues për sa i përket shumë prej pikpyetjeve, të cilat ngrihen patjetër edhe nga kolegët këtu, por jo vetëm. Dhe unë do mundohem t'i referohem 4 pyetjeve që ju keni depozituar dhe patjetër më pas do mundohem t'i jap dhe informacion shtesë. Kur flasim për sa i përket garantimit që zbatimi i paketës maleve nuk cënon të drejtën e pronësisë private të qytetarëve, besoj që në disa prej neneve të ligjit, dhe unë do të citoj disa prej tyre, është qartësisht e shkruar që pakete maleve nuk zbatohet në prona private. Në cilin, po patjetër, unë besoj që ligji është shkruar në gjuhën shqipe dhe besoj që është lehtësisht i lexueshëm dhe i kuptueshëm. Por duke u referuar ligjit dhe jo thashë themeve apo qoftë edhe aludimeve, besoj që duke u referuar nenit 6, i cili përcakton kriteret që duhet plotësoj kërkesa e depozituar nga secili prej individëve, fillon me dokumentacionin që ka të bëjë me vërtetësinë e marrëdhënies pronës për secilin nga 2 kategoritë. Dhe 2 kategoritë janë thjeshta. E para, individi poseduesi pronës duhet të vërtetojë që posedon atë pronë për më shumë se 10 vjet.
Dhe kategoria e dytë bëhet fjalë për individ të cilët kanë një marrëdhënie me pronën, duke filluar që nga familja e tyre para vitit 91 si ish pronar. Ajo çfarë ne duhet të jemi të qartë dhe të referohemi ligjit, duke filluar me nenitet tashmë, pika A, të jetë pasuri shtetërore. Dhe ky është verifikimi i parë që duhet bëj çdo bashki. Sepse paketi e maleve aplikohet në nivel vendor, nuk aplikohet nga asnjë institucion tjetër. Dhe në fakt, aplikimi në nivel vendor është një instrument i shtuar për bashkitë e vendit për të krijuar zhvillim lokal. Pika B, të mos jetë pronë publike e patjetërsueshme. Pika C, nuk i shërben operacionalitetit të forcave të armatosura. Pika Q, të mos rëndojë mbi të drejtat reale të palëve të treta. Pika D, të mos jetë objekt i procedurave të fitimit pronësisë sipas ligjit 2020. Dhe pika D, të mos jetë marrë asnjë vendim për sa i përket kthimit ose kompensimit fizik të ish-pronarëve. Edhe në rastet kur ata nuk janë pajisur me certifikat pronësie. Bashkitë në vend, njësitë e veçeverisës vendore, të detyruara sipas ligjit duhet krehen grupet përkatëse me udhëzimet përkatëse të kryetarëve të bashkisë për sa i përket plotësimit të gjitha kritereve që ligji ka parashikuar. Kur flasim për mekanizmat konkret, unë përmenda disa prej tyre, por në të njëjtën kohë, unë besoj që një ndër mekanizmat më të rëndësishëm, i cili është vetë komuniteti, janë vetë ata individ të cilët mund të kenë pretendime për sa i përket një prone. Momentin që bëhet aplikimi në bashki dhe bashkia duhet të verifikojë të gjitha këto pika që unë përmenda, pas verifikimit dhe plotësimit të këtyre kushteve, bashkia është e detyruar të bëjë shpallje publike 45 ditë. Dhe në cilin do moment gjatë kësaj shpallje publike, çdo individ i cili ka pretendime mbi atë pronë, nëse ankohet dhe nëse ka një kërkesë për sa i përket këtij aplikimi pezullohet. Dhe momenti që aplikimi pezullohet, do thotë që nuk ka as vendim të Këshillit Bashkiak, nuk ka as vazhdim procedurave, asnjë element tjetër. Dhe unë besoj që ligjin vetvete është shumë i qartë, bashkitë janë shumë të qarta për sa i përket detyrimeve ligjore, dhe mbi të gjitha ajo çfarë po ndodh sot territor është një interesim i jashtëzakonshëm atyre individëve të cilët për arsye të mungesës së certifikatës së pronësisë nuk kanë arritur që të zhvillojnë jo thjesht një pronë të cilën në fakt e kanë përdorur prej më shumë se 10 vjetësh, por mbi të gjitha dhe të kthehen dhe të investojnë në ato toka të cilët janë të paraardhësve të tyre. A ka qeveria një plan për rishikimin ose përmirësimin e këtij ligji? Ligjet nuk shkruhen në gur. Unë besoj që ajo çfarë ne sot evidentojmë në territor është kuptimi i ligjit është i plot, si nga institucionet të cilët duhet të aplikojnë, që janë bashkitë në vend, por po ashtu edhe nga individët të cilët janë të interesuar. Ne jemi duke monitoruar situatën, duke bashkëpunuar ngushësisht me bashkitë e vendit, të cilat kanë në fakt jo thjesht detyrimi ligjor për sa i përket aplikimit të ligjit, por në fakt ndjekin të gjitha hallkat që kanë të bëjnë që nga momenti i propozimit të shpalljes së zonave prioritare, më pas marrjen e kërkesave nga individ të ndryshëm dhe deri në fazën përfundimtare pas janë ezauruar të gjitha hapat në nivel vendor, miratimin në Këshillat Bashkiak. Por do më duhet i them dy fjalë për sa i përket paketës maleve në tërësi, sepse përveç aludimeve dhe shpeshherë keq kuptimeve që lindin, unë besoj fort që është një instrument i jashtëzakonshëm në dispozicion të njësive të vetë qeverisës vendore, në fakt për të krijuar spote zhvillimi dhe për të krijuar mundësi të reja të zhvillimit ekonomik lokal, të zhvillimit ekonomik rural, për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre qytetarëve, të cilët kanë dëshirë që pasi plotësojnë një prej dy kushtet që unë përmenda më lart, dëshirojnë të investojnë në zonat ku ata kanë lidhur jetën e tyre ose dëshirojnë të përqendrohen. Dhe unë besoj që ajo çfarë është duke ndodhur sot me paketën e maleve është një
lëvizje e re, sidomos në zonat të thella rurale, të cilat do të krijojë oportunitete të reja të zhvillimit lokal, që do të ketë më shumë vende pune, do të ketë më shumë atraksion për sa i përket dhe zhvillime të tjera të cilat do të vinë si rrjedhoj e këtyre bizneseve të cilat do të hapen këto zona. Pakete maleve, subjektet e veta ka që nga investimet që kanë të bëjnë me sektorin e turizmit, sektorin e bujqësisë, që po ashtu është shumë i rëndësishëm dhe në fakt shkon dorë dorës me sektorin e turizmit. Faleminderit. Faleminderit, zoti Demo, zoti Sheha, në mbështetjet në 96.5, shprehni lidhur me përgjigjen e ministrit 15 minuta. Zoti ministër, ju mendoni se ne jemi budallënj këtu? Ju mendoni se ne dëgjojmë këtu broshkollat tuaja si the? Pika A, pika B, pika C. Po atë pikën e ke parë atë pikën e vogël, sa është bërë? Po si o vinë talë shumë në të farë mënyrë njërë? E kuptove për cilën pikë, kalon në njërë aty e shikon, ishte park kombëtar ajo, ajo pika aty. Vini në fizi për pika që su bje njërë. Kini vjedhur shqiptarët, për 35 vjetë jeni pasuruar, dhe vini në thua tani, për gjitha ta qytetar, pika A, pika B që dëshirojnë të marri një pronë, dëshirojnë. Ti do plotësosh dëshirat? Do i plotësosh ti dëshirat? Me pikat e tua? Me këtë ligj skandalos, korruptiv, që keni bërë për të vjedhur? Për cilat dëshira po fletën? Po Luçanën e ke parë, Luçanën ka një dëshirë, Luçana. Mos t'i rëmbet prona. Pse s'ja plotëson dëshirën asaj? Ti që plotëson dëshira, që ju pas keni bërë ligjin paketa e maleve për plotësuar dëshira. Pse s'ja plotëson dëshirën? Po ai djali në theth, që e larguan nga prona e ti, se kishte bërë një lokal të vogël i shkreti. Pse s'ja plotëson dëshirën ati? Për çfarë dëshira flet njërë? Si guxon e vjen këtu për dëshira? Dëshirat e tua po janë plotësuar. Po, se more pushtet, para, prona pa fund. Ti, të gjithë ju, në këto 35 vjetë, vjen nga flet për dëshira. Ti do plotësosh dëshirat. Vajte u mundove bëre ligjin pika 1, pika 2, pika 3 për plotësuar dëshirat e qytetarëve. S'na barkun tani, se s'ka lezet. Nuk ka lezet. Ky është një ligj korruptiv për të vjedhur pronat e qytetarëve. Pasi u mohuat të drejtën e pronës, se nuk u dha certifikatat, tani po bëni ligje për t'ju arrëmbyer. Kjo ka ndodhur. Në rjoll kjo ka ndodhur. 35 vjetë shkretët, doni një certifikat pronësie, kjo ishte dëshirë e tyre. Dhe ju mohuat, pse? Po se ju do ta merrnit me ushtarin tuaj, me ulajn, me ish drejtorin e hipotekës, dhe vinë këtu e na flet për dëshira. Qa përthuar, ke pirti parë se i vjen këtu? Qa bënë? Si vjen këtu e gënjen njerëzit këtë farë mënyre? I fute një... Po si mund të vish tu të flasë këtë mënyre? Pika 1, pika 2 do plotësosh dëshira. Po nuk mund të bësh njerëzit për budallënj këtë farë mënyre. Dhe ti nuk e kupton, dhe ju nuk e kuptoni, që kjo që po ndodh në Shqipëri, janë të rinj dhe të reja që nuk gënjen më me pika 1, pika 2 dhe pika 3, me ministrin që do vi do plotësoj dëshirat e shqiptarëve. Kush ju beson më ju? Si mund t'ju besojnë? Kjo qeveri mlodhi qeverin dhe shpalli investor strategjik bashortin e ministres. Si mund t'ju besojnë më ju? Ju vajtën në theth, prishët gjithë shka për të apur, për të krijuar hapësira për projekte tuaja, për prona tuaja. Sa vila ke, zoti ministër? Na e thuaj pak. Sa vila ke? Sa prona ke? Por të vërtet ato jo, ato që ke në letra, se ti kujdese shumë, si shumë të tjerë. Sa ke ti, se dëshirat e tua i plotësove, dhe vine gënjen këtu njerëzit.